Goca, dikush më besoi sekretin e tim më të errët dhe më tha të lutem mos i trego askujt. Dhe unë betova, po normalisht nuk përfshinte grup chatin e gocave. Tani, pse na shijon kaq shumë të bëjmë thashë theme? Na mbush ditën. Mado Xhani. Më fal, çfarë do bësh këtu në vit tjetër? Do ikësh sipër të zyra gazetarëve, do thuash Blerta u me Benardin, Fatosi. Jo sipër të gazetarët e social. Prica, ty është ka konflikt interesi. Ka konflikt. Merren gjithë informacionet vërdall, dhe shkoj te sociali dhe zbraze. Dhe është një shpërtan. Po, dhe pastaj bëj diskutimi dhe jepet të drejtë kujt, e kupton? Është organizuar gjëja ka një vit e sa. Po, aty është votimi. Nuk ka ndjesi më të bukur kur vjen një shoqe dhe thot, e di ç'a do të them. Zemra, dhe bën atë gjithmonë atë shprehen, zemra do të themi gjë. Beto, ti thua pastaj, beto që s'do i thosh njeriu, për kokë familjes. Po ti s'ke besim tek unë? Seriozisht që ajo tashim betojnë për budalliqe. Dhe kur ti thot, dhe kur ta thot, pastaj ata thashë themi, po prit se s'ke ngjuar akoma asgjë, fillon pastaj me tua. Ore, nuk e di për ju, po mua nuk më mban gjë barku. Po ashtu jam, o zot, sa të keq e kam këtë, sa herë them mbyll e gojën Kristiana, pusho. Jo, mua më mban barku, po ndonjëherë pa dashje, për shembull, unë ndodhi që them, për shembull, ma thotë një gjë, më harroj që ma ke thënë ti dhe mes njerëzve më. Po ti ja kisha bërë se më thej herë. Sa gama kemi kishu. Mua më mban barku këto sekretet, po për shembull, nëse jam me ndaj shoqi që kam shumë shoqe, s'ma mban. Unë kur e kam shumë shoqe. E ke parasysh kur çaji është shumë i lëngshëm? Po, aha. Shumë i nxehtë, gati për të pirë. Nga që kur flet shumë tash e theme me shoqen, edhe në fund thua, po ç'pun kemi ne di ç'a duhet jetë vet. Masi kemi sharë, shplarë me një familje. Ose kush jemi ne? Ose i fut një. Nëse zot na fal. Po, zot na fal se zoti gjykojmë mos edhe rob jemi dhe ne. Ndërkohë që mas kësaj themi edhe gjykime të tjera nga mbrapa. Po nëse mua realisht është pjesa ime e preferuar e ditës kur bëj thashë theme. Desti e kam bërë. Po kush më shumë thashë theme, gocat apo çunat? Shiko, unë mendoj, do të derisa erdha këtu te vila, që bënin gocat. Mendoja që bënin gocat. Po pasi erdha këtu te vila, kuptova që çunat bëjnë më shumë thashë theme se gocat. Janë të frikshëm. Ose janë thjesht çuna dhe vilëson. Unë mendoj që ne gocave na ka dalë thjesht nami, që bëjmë thashë theme. Takat këshia. Po edhe unë mendoj që çunat janë ata që bëjnë më shumë thashë theme. Për zotin, çunat janë të frikshëm. Kur kam pas Aldin shok të ngushtë, domethënë që kam dëgjuar si flasin çunat, më është futur një frikë të mërshme që të dal me çuna, se them mendo pak të shkoj ai dhe të flas me shoqërinë e vet dhe të bëj kështu lloj thashë theme. Po, e di çfarë lexova në internet, shkencërisht gocat merren më shumë me thashë theme, por çunat merren më shumë me thashë theme që kanë të bëjnë me statusin ekonomik. Për shembull, ajo kishte këtë makinën, ky kishte këtë makinën, ai kishte rrogën kaq, ishi im merrte kaq lek, domethënë gjëra që kanë të bëjnë vetëm me anë material. Dola me i shok, kishte këtë orën e fundit ose kishte këtë makinën e fundit. Ne bëjmë më shumë kështu për të dashurit, ekset, nuk flasim shumë për anën material. Ne flasim më shumë për vlerësimin, respektin. Shajnë pak çunat, ishat, kryesisht. Po pra ishat, më shumë për respektin, për anën dashurore, më shumë se sa. Asnjë lloj vlerësimi dhe respekti. Për shembull, e shefti ata, ai është vesh në mënyrë skandaloze. Ka vesh për shembull Nike Tech? Simra kishte vesh Nike Tech. Takim të parë. Wow! Ma pyeti mu ku do shkoj. Ku do shkoj? Pse thot ai ku do shkoj? Po ne gocat a ja tregojmë thashë themet vetëm njëra tjetrës apo dhe të dashurit? Për shembull, i tregojmë të dashurit gjërat që marrin vesh nga shoqet? Mami im më ka thënë gjithmonë, burrit nuk duhet ja tregosh kurrë të gjitha. Dhe mami im. Po jo gjithat botës motër. Jo dhe të tuat. Gjitha, sepse në në qoftë se ti zihesh me një shoqe ti shkon atje, përplasesh tu auzura apo bëri këtë, bëri atë. Vjen momenti që ti pajtohesh. Edhe zihesh me këtë thotë. Ti zihesh me mua, se unë bëra këtë gjë, po e mban më çat ka bërë shoqja jote dhe e pajtohesh. Është edhe të shoqet kjo gjëja. Jo, është vërtet. Zemra e kam kaluar di shpalla. E vërtetshme. Mos i tregoni kurrë të dashurit tuaj çdo gjë. Nuk ka asgjë më fan edhe më të bukur se të marrësh vesh për shembull tash e them dhe ti ja thosh dash. Mua më bezdis një gjë tjetër, është kur ti shkon tek i dashur jot për t'i treguar një mal me çaj që ke, dhe ai thot po ha zemër mos u merr me llafe. Po, vdekja ime të beto.
unë po vi tek ti me 1 litër me çaj për të rrëfyer. Si thua, mos të merr në llafe. Ose mos të merr me ato intrigat e tua, të lutem. Po ecësh shpirt çapo duhet ty mos e vrit menjën. Ty do ka se vrit menjën, thosh do të poshtash e theme. Ti do të bezdisë për shembull nëse ti më thua mua një sekret dhe unë ja them dashurit tim atë sekret. Normal që po. Shumë. Mu nuk do më bezdiste. Unë e bëj vetë. Po do të bezdisë ata vënë tjerë. Se sa i ti përmend, pastaj do t'i përmend në një moment një tjetër. Që ka ishte një periudhë gjigante, thashë them liku në jetën time. Se ka dalë dhe në lajma, është periudhë gjigante, thashë them liku ishte. Kur isha në gjimnaz, ishte telonimi. E pati një periudhë shpërthimi, kur kam qenë unë në vit të 2 ose vit të 3 gjimnaz. Po të ma shpjego pak çka ka qenë. Kanë qenë për shembull, se maj mend si ka pas emrin faqja në botë, po mbaj mend që doli në lajme që gjithë gjimnazistat kishin hapur kështu një account që ishin thashë theme për shkolla të ndryshme. Për persona. Për njerëz të ndryshëm, po. Ua, Dhe aty- gossip. Po, ishte tmerr, domethënë aty thuheshin gjëra brutale për 17-16 vjeçare, kupton, për fëmijë dhe u bë aq e madhe ajo gjëja, doli në lajme, filloi u A kanë ka thënë ndonjë gjë për ty? Për mua se mbaj mend, po nuk ka qenë jeta ime aq interesante. Okej. Ti shkruaj ngjyrën e flokëve që si intereson. Dekoloronte vetullat, si intereson të kujt. Kurse ne kemi pasur atë ask.fm. Ask.fm ka qenë një platform, website, aplikacion. që ti dërgoje pyetje anonime dikujt. Për Dhe nuk shembull, e është lidh shite. kristalli me- Po, edhe pyesje. Qa mendimi ke për kristallin? A është lidhur Kleja me X-in? Gjova këtë sherri, vetëm thashe theme. Ashtu ishte. Edhe kështu ka qenë dhe kjo? Po, vetëm se ishte më brutale. Ishte akoma më brutale se ka. Që kam nga policia, më ishte duke u ndjekur penalisht. E vërtet, këto i kanë qenë shumë të mërë, si mbaj mend. Okej. Shumë e të mërshme, kanë qenë këto faqet demaskime. Ato do thoja. Ato janë akoma. Ato janë akoma, po. Janë akoma. Më dalin atëherë- TikTok ndonjëherë në Kosovë ka shumë, Po. dalin shumë faqe kosovare. Unë mendoj që kjo kalon për te thashe themeve, Po, që pastaj kjo është kalon me në bullizim, në me sulm ka kibernetik. Te shkolla ime se ka qenë të smurë, ka qenë një faqe në Instagram. Mbaj mend se duket shumë gjë idiote, surreal. Ka qenë një faqe që ka pas emrin Këpucët e liceut. Dhe ishte një robë që kafte foto çdo ditë. Këpucët? Këpucët e njerëzve. Ua, me vërtet? I jetë në Instagram. Ka pas fetish, ç'a. Nuk e di zemra kafte. Po fetish zakonisht njerëzit kanë gishtat e këmbëve, këpucët. Kafte këpucët e betohen dhe i hitë. Do të Ka dashur dashur me shit pucët e ndonjëherë që kishte pa larë. Dash me shit me bo biznes. Ka thënë do hap në faqe kur tritem. Imagjino pak se sa të lara kanë qenë këpucët e studentëve të liceut ato kohë, ti shpëtoni fotos. What, man. Jo, po, janë Këto të faqe frikshme. demaskimeve kanë qenë shumë të Atë kanë bërë të ndonjë gjë? në shkollë, na kanë bërë gjithë. Më duket sigurisht të Dalina show. Atë ka fokusuar. Ke qenë pjesë? Jo, prit se psikologun e bëjo si ndjer ti kur të demaskuan. Çam demaskuan më të shkretë merrnin fotot e shkollës. Dilja nuk e kërcyer vrapa pullor, dilja kështu. Për Terezin time, kupton, se vallen 3 muaj rresh, dilja foto aty me grapu. Të editonin. Na bëjnë për shembull që na kapin foto se Edhe- shoh nga emisioni dhe na i çojnë koment. Po, e vjen ta gjë. Ne kemi hedhur një asdje në Instagram dhe gjëja më absurde që nuk më bën as logjik shkencore kur lexoj, Hajde, se e di është që më kristalli thuash. ka bërë të pasmet me botox. Ka vjen informacionin. Botoxi është për të ngrirë gjëra. Botoxi të dashur njerëz, se nuk dua ta shpjegoj më se më doli shpirti duke ajo shpjeguar. Botoxi është paralizues muskulit. Do të thotë ti nuk ka paralizuar. Po, do të thënë nëse kristalli do i bënte të pasmet me botox, Do nuk ishte i kështu. funksiononin më, nuk do ulej dot, nuk do rrinte. Do paralizoj kristalli Do paralizoj, do Dakor. rrinte dot. Filleri është mbushës. Pra mos i bër me filler. Kisha nga tru emri. Po dikush kishte shkruar një herë në YouTube, kishte thënë ai shpifi kjo krizë me brek me mbushi. Ciao Jer Kristën, gratullohu. Disha. Tash e themi më i çuditshëm që kam dëgjuar unë për veten, ka qenë që unë kam qenë e fejuar. Ua, urive. Faleminderit, inshallah shpresoj, ndoshta një ditë do ju lajmëroj të gjithë, do e bëj publike se s'ma mban barku si çlam. Ka thënë dikush. Thonë se kecat beba
U krijua një natë me hënë të kuqe dhe sa herë është hëna e kuqe ka energji dhe të bën të kërcesh vetë pa dashur. Ku ka Z, s'është pa gjë. Mbaj mend që kur është shkruar keca beba, binte shi. A qënë shi? Atë na binte shi. Ka qënë shi, natën që shkruaj keca beba, kështu që Do me thënë barsi Ka bazë reale. Haklia tjetër? Që ne kemi paguar lek për të hyrë këtu. Wow, sa lek pas kam pas, nuk e pas kam ditë, o zot faleminderit. Kisha ishte Dalina Buzi ka bërë leka në opcioni gjallë. Ku me gjithë me marrë në i lek? ju po dhoni me dham, po ku me i marrë se po di. Kemi punu me shpirt të vim këtu, more. Përveç kësaj, unë kam dëgjuar një thashë them që këtë herë kemi bërë një super gjë. Shikoje. Si gjithmonë. Dhe u kënaq. Wow, kjo klasë është rezi fare, mo, nuk flet me asnjë. Mo e shife, a nuk po hama as buk, vetëm kokoshka patetina gjithë ditën. Shef edhe seriale, qa bën aty, flet me vete. Flet me vete? Po, e kam gjurja 2 herë. As me më duket shumë e mërsitur. Nuk do të bëjmë të ndimoj, më gotë. S'më të lejma shu, se shoqet në të punë. Më duket që ajo ka nevoj për adrenalin. Adrenalin? Po dhe monotonia, këtu rutina gjithë ditën vil. Nostalgjia. Atë e mbyta, ja. Po mendon të tjetër që po mendoj? Ke filluar të mendizosh mendjen? Klea! O, Klea! Hamoj, të bukurën! Po shëfin! Që këne po shef? Emily in Paris, super me ka gjë. Ke ngrën? Ngre duke ngrën kokoshka. Aha, kokoshka. A do të bëjmë ndonjë gjë për të ngrënë? gjë. Që? Nga ushqim të shëndetshëm. Po. Mos hash vetëm budalliqa. Zemra vogël. Po pse? Sa ke di mërzit? Do daj në një gjë me makinë. Po. Çik muzik. Është shi tani, ka nevojë robi për xhiro me makinë. Po jemi në punë, më. Po, Klea. Po, gjysore më? Po full. Po pse duhet të ketë një arsye për dal? Nuk ka më hall. A me ti tani hajde. Më hall të punë. Jo, do vish me ne. Hajde me kokoshka. çao, ha. Ti hangëm do ne gjithë. Çao. Hajde, çao. Hiq atë filmin. Ke gjë për të marr? Çam të më gjë. Jo, mos i merr këto. Ke piruj sot, ke piruj. Kam pirox. Hikem. Hajde, Klea. O Klea, hajde tani. A mund ta di sepse më hoqet nga kokoshkat e mia. Se do të xhirojmë. Çfarë do bëjmë? A isha shqetësuar për punën, ja, do punojmë, do të xhirojmë, xhirimin sot e ke vetëm për ty. E dedikuar vetëm për Klea Ballia. Po. Sa po arritëm në destinacion. Klea, are you ready? O gos Hajde, Klea, Klea. që këtu të liqenit çfarë ka i kenë më Pra Klea, po këtë herë do bëjmë një gjë që ty të pëlqen shumë ta bësh. Vërtet? Klea, ulu. Ulo zemër, ulo. Tani. Kemi sjell te kjo pavja bukur. Kjo ndoshta nuk është pamja më e bukur ever, se është vranët, ka shi nuk ka dje. Aha. Është shumë bukur. Është shumë frymëzuese. Për ty si artiste në fakt të jep shumë ndjesi kjo gjë, a? Tani, Ema, nxirr Armët e mia të forta janë këto. Çfarë do bëjmë? Të kam sjell letra të bardha ku ti do shfaqesh talentin tënd, do pikturosh. Atë çfarë di ti të bësh më mirë. Do vizatoj. Dhe përmes vizatosh. përmes vizatimit ne duam që të shfaqësh gjithë botën tënde shpirtërore në këtë moment. Pikërisht. Po ikem të ne o Klea të pikturojmë, që se ke keq ti, e po të lejmë vetëm ty që të vazhdosh. A do më lini vetëm? Po, që të Tu afër do shjosh. jemi. Po s'më lini dot vetëm te vila. Jo, Është ndryshe vila, është ndryshe këtu. hajde Ema. Hajde. Si e ke marrë tani me pikturën ti? Në fakt, nuk se jam keq. Kurse unë jam shumë e mirë me artin abstrakt. Qa duam i gjë shumë të kone? Ç'a duam ne? Lek. Lek. Shkruaje lek. Kjo është shumë e thellë se jo gjithë njerëzit mund ta kuptojnë. Po, lek. Dashuri. Dashuri. Në zemër. Plus zemër, bëj edhe çik flatra, kështu që duket e bukur. Buskuq. Buskuq. Ne duam, po s'dim qa duam. Domethënë, është shumë e komplikuar ajo që duam. Jo, jepi pak më bold.
Nuk mund ta shkatrosh. Jo, nuk është art abstrakt, nuk është shkatron. Okej. Ka shpresë. Shpresë, si mund ta paraqisim shpresën? Diell. Puls. Po, kjo do thot adrenalin. Puls të Nëse aventura, prit ma je pak, aventura mund t'jetë diçka rrëmbyshme, rrëmbyshme. si diçka kështu. Si një lum. Po, edhe si kjo, si quhet kjo? Tornado. Tornado, po, Tornado tornado. bëhet kështu. Çfarë ngel pas vdekjes, ngelin veprat. Dhe kjo ishte një vepër që unë dhe Crystal e përkthyem. Çfarë ju kërkoni në jetë, ne e bëm realitet. Money come to us. Love come to us. Abundance. Good things come to us. Klea, mbarove? Ej, sa e bukur. Wow. Sa shumë e bukur shek, mo. Prit. Hajde, sër dhe këtej. Ska që se dua ta shoh kështu. Le pemë. Ua, po kjo është gjysë peme. Po, gjys pena. Si ti? Mos do të thotë që ti ndjesh gjysëm. Sekond, gjys pemë. Jo, do të thënë ndihesh ti bosh. Ndjesh gjysëm. Zemra jote është gjysëm. Jo, është pema gjysëm. Nuk e dia shërtet ti Ema, por këtu ka shumë dall. Ka Do shumë. të thënë, ndoshta kjo tregon gjendje të trazuar emocionale. Dhe këto pemë që këto gjethe që bien, Bien, sikur bi shpresa, sikur kanë ra shpresa. sikur venitesh. Jo, është vjesh dhe bin gjethe dhe shko me shi dhe fry nerë dhe lëvizuj. Aha, okay. Klea, piktura tregon shumë për gjendjet emocionale dhe tregon që ti, duke që se ke kaq shumë mall dhe nostalgji, nuk mund ta nxjerrësh gjithë emocionin tënd vetëm me një pikturë. Me kaq Ndaluam. Tani unë Klea e ndaluam makinën për një arsye. Nuk e di për ty, po unë kur jam e mërzitur ose më ndodh diçka, mënyra më e mirë për ta nxjerrë të gjitha ato gjë që kam bërë është t'i këndoj. Unë nuk jam e mërzitur. Nuk mjafton një unaz, as një lule në jorgan, kur në mbrëmje jo unë, por ajo të ka pranë. Asnjë herë nuk do besoj që jemi ndar, si në shitike, në çdo pikë më brisjen. I am Batman, i ke ti si ke, dhe në zemër kishe, akoma të. Ndje më mirë, po. Nëse, se mendoj që duhet zbresim dhe duhet të tregojmë një vend tjetër tani, se bollë mbaruam këtë këndim. Ka akoma. Por duhet edhe pak. Ka akoma më shumë se ka. Ka akoma. Prit të tregojmë tjerat. Klea, je gati? Po. Të përballesh me të vërtetën? Po. Tani ti Klea na ke thënë ne që ke mbaruar liceun. Por Akademinë e Arteve s'e ke bërë. Jo. Okej, ne të sollëm fix. Kur registroni ta. Fix tek akademia. O Klea, ai artiste. Ndjeje pak që jemi këtu. Ndje pak arti. Edhe një herë, replay, rago dhe një herë, kemi sjellur te Akademia e Arteve. Era akademie. Ne duam që të gjesh vendin ku ndihesh më komode dhe të ulesh. Publiku, hajdeni, hajdeni! Klea, je gati? Ta kemi mbushur full stadionin. Performo, Crystal. Klea, ne kemi ardhur këtu si shoqe shumë besnike që jemi, për të rikuperuar ty dhe për të rikthyer buzëqeshjen. Ti ke kaluar ditë jo shumë të mira dhe ne mendojmë që ti thellë brenda vetes je shumë e lënduar, prandaj unë dhe Ema kemi përgatitur nga një poezi. Sigurisht. Tani, sigurisht që ne nuk kemi aq artiste sa ti dhe kemi marrë pak ndihmën e çatit. Ema do bëj freestyle, kurse unë do recitoj në mënyrë shumë të ndjerë këtë poezi. Ta filloj? Më ilumina.
Poezi për shoqen e lënduar. Mos qaj, shoqe, se lotët e tu janë të shenjtë. Janë perë në detin që se meriton çdo njeri. E di që zemra jote është thyer cop, por plagët shërohen, shoqe. Dhe ti do ngrihesh prap. Do të shoh gjithë bota të ndriçosh. Ti sot, Klea, je plag, por askush sa kuptoj vlerën. Nuk e pan dritën që ti ke në shpirt, por mos harron, shoqja ime, stuhit vijnë të forta, vetëm për zemër guximtarët që dielli i pret. Prit! Shoqe, mos e harro kur kush ti je. Grua e fort me shpirt të madh, e bukur jo vetëm në fytyrë, por në shpirt dhe në mendje. Dhe një ditë dikush do të dojë ty siç ti e meriton. Deri në fund, pa plag, pa gënjeshtra, por në thellësi të shpirtit. Ishte fantastike! Fantastike! Faleminderit! Qa GPT-ja! Tani! Sfida nuk kam mbaruar akoma, Klea, se përveç poezisë ne kemi përgatitur një freestyle për ty. Që Një sekond, Crystal Lea s'kena nemës. Jo, sepse Crystal më duhet për të bërë big box. Okej. Okej? Që Crystal është aksesori im në këtë skenë. Okej, më fali. Tani! Dëgjoni me vëmendje. Po. Jo, Klea në skenë, Bjondja on top, kur hyn ajo në dhomë, gjithë dynjaja bën stop. Elegante, femërore, me buzëqeshje plot dritë, po në mëngjes, jo sohet, më lini të flej dhe pak. Klea me ne, vetëm s'ka me mbet, ndarja si bën do dëm, se thot, jam aq e mirë, a i hum vet. Që ngrie kokën Queen, futum në goat mood, se ti s'bi nga froni, e lumtur do jesh gjithmonë. E bukura e vilës, me stilin që s'ka shok, gjithmonë on top, ti do jesh Klea jon. Të pëlqeu, Klea! Do, shumë e bukur. Bravo! Pas ka qenë super emocion ti jesh këtu në mesin Po tuaj. e shef që të hoqëm monotoninë. Po, Ti tani mendove do ta që- zgjedhim fituesen, do ta zgjedhim me Bro Rima. Okej. Kush mendon që Crystal e kishte më të ndjerë? Tani, bravo. Bravo, Crystal! Kush mendon që Emma e kishte më të ndjerë? Tani, votat... Fiton? Po, votat e publikut dukshëm thonë që Crystal e kishte më të ndjerë. Bravo! Bravo, Crystal! Bravo! Shkrimi në të ndjerës. Thjesht ke plotësim shpirtëror, o zemra. Shumë faleminderit që ishit me neve sot, jeni shumë të mirë! Një duar trokitje për juve! Fort! Pas që zhurmës, Klea, si ndihesh? Me thënë të drejtën, isha unë mirë isha, po kjo gjëja sot ishte se terapi dhe u knaqja shumë. Dhe u knaqet juve, po unë u knaqja shumë. Sa qep që kemi bërë të lumë to. Knaqja vërtet shumë. Por, ju mund nga sugjeroni aventura që doni që ne t'i bëjmë, jo aventura të mundshme, që mund t'i bëjmë. Realizush. Në i kokë, në i kom, në i... E ma shkresh me trauma. Okej, je sigur. Okej, Crystal. Shikojnë Nuk na gatoj, jo, nuk na gatoj. Jemi këtu te kuzhina e Kleas dikur, po tani është e të gjithëve, është edhe e Beharit që na gatuan çdo ditë dhe kemi një lojë me premium by Lajtiza, si gjithmonë. Prap, gjithmonë unë dhe ti fillojmë me të parën. Je pushuar nga Pina.
Pina colada. Pina... Nga puna. Nga puna! Na fali se ishte një gabim në skalet, na falni. Nga puna nuk jam pushuar, po kam qenë gati duke u pushuar. E mbamën kur erdhe me purrën. Putën të dashurin në National TV. Ishte dashurin. Po, dhe pushoj shumë nga puna. Mund të pish gjysë gëllenke, pra. Gjysë gëllenke. Do ta mos. Bo. Derisa të vi gëllenka me këtë pipin e goja ime. Vazhdojmë. Je rikthyer me dikë që nuk është i mirë për ty. Pore? Po e kombinoj. Gëzuar. Një herë ishte apo disa herë? Piva shumë, merrni me mend vetë çka ka ndodhur. Hajde Andresa. Ke bërë sherr në publik. Në sherr në publik, në sensin në publik që e kanë parë 500.000 veta në YouTube? Apo në sensin ke bërë sherr publik edhe... Tani në publik është, një farë publiku është edhe ai. Zero jeni zënë të dyra publikisht. Wow! Ne jemi zënë të dyra publikisht! Ua, episodi 6 i Gocit, para herës son. Po ka kalu. O zemra, ka të bëjë me numra, se 6 numër satanik u thunë në atë episod. E kupton? Po, nuk e dim në kush ka qenë problemi, po. Varja. A ti lezova unë, tip. është gjysmë metër letër. Ti e bërë tap në orar pune. Në orar pune. Për xhirime. Po pra, për xhirime kapim e ema në shbo tap, është po... Pip. Ideja është që pipi vjetë montazh. Po e bëra ta presi fjalin time dhe ta mbi vendosën. Është pip x2 tani. Ke menduar të lësh punën? Po në fillimet. Pse nuk e mendon kështu një herë në javë? Varet si është muhabeti me Melisën, po. Edhe me shaka. Jo, unë tani vdes për Andale me bëna. Edhe unë vdes për Andale. Nuk e di si mund ta mendoja dikur. Unë prandaj nuk e lë punën sepse vdes për Andale, por kur lodhem për shembull këtë do pi një okse, më duhet energji për ta. Duhet energji. Ke parasysh kur nisesh në xhirime në orën 9 mëngjesit? Ka dhe më keq në 7. Po, në 7, edhe mbaron orën 10 darkës. Jo, ti nuk e ke parasysh, se ti nuk vjen në atë xhirim, jo ti nuk e ke parasysh. Kam parasysh se unë vi. Ti nuk vjen se nuk të bie zilja. Po, nuk më bie zilja, një tek herë më ndodhi. Dhe kur jemi në autostradë, rastësisht të zgjohet nga gjumi. Më morën në telefon dhe u zgjova. Nuk më ra zilja. Por, ka pas ditë që kam bajt 7 mëngjes në xhirime, 10 darkës kam bajt shtëpi, kam thënë nuk e bëj dot më unë këtë punë. E pastaj kam marrë ditën tjetër dhe kam bë prapë. Next. I ke bërë ghost dikujt. A ti përzim njërë gjitha të përmë të shie, kanë të gjitha. O zemra ghost direkt, nuk di t'jap shpjegime për toj. Kur s'më pëlqen ajnë do rri, unë them ty, ja po se s'du t'flasim, se dërci vërci. Ghost aty, do thush ti po kur t'bëjnë ty, s'kan dozë. Unë nuk e di, unë kam bërë, hera fundi që unë kem bërë ghost dikujt ka qenë në gjimnaz. Pasaj nuk, s'kam pas mundësi fizike që të flasë për njerë që ti bëj ghost. Po e pi gjitha se unë nuk di të shpjegohem edhe thjesht bëj ghost. Ke flirtuar në orar pune. Klea, gjithë e në dashuris. Po, unë ka flirtuar, jam lidur, jam ndarë. Kam bërë gjitha në orar pune. S'ke flirtuar si në orar pune? Jo këtu. Jo këtu, do më thënë, qa do loj pune tjetër që mund këtë Po, jo, ti, kanë qënë, ku di unë të shis, jo, nuk jam. Asi herë? Nuk mund këtë qënë për shemë në Europë që ka ardhë aty dhe ti ke thënë, flirtim, thjesht një flirt të vogël. Në orar pune. Jo. Kur? Kur? Po pse po pi? Unë false. Do shta në vedia ime, dita unë jo. Po më pëlqen shumë kjo, si Leila nuk kam qaj bëj. E shef që pas ke flirtuar edhe nuk puna e thua. Po s'kam flirtuar, mo. Po i fare? Po fare. As një shikim? Jo. Ke gënjur personin që ke përballë. Ti mua 100 herë. Kur të kam gënjur unë ty mi? Së ka rënë zilja aty të zgjohesh ti për punë, për xhirime. Myllë gurë. Oks. Po mund ta kem gënjur kështu në një rrend të bardhë. Shiko. Tani që kujtohem ke bërë një full make-upi dhe mos thuaj jo, mos më gënjes sy për sy. Çfarë të bërë me? Megli ka fut një full shtimin make-upit të çanta jote. I kontrolloja. Mos më gënjes sy për sy. 1 hour later. Nuk të kam gënjur për këto që po thua ti, pa të kam gënjur për 100 herë.
Hajde dhe një. Po këto që po thot ti nuk të kam gënjur, po që të kam gënjur, kam rrejt Mos u merrni me klientë se rren. Fal, pse shkruani pyetje retorike këtu? Ka ardhur në xhirim pa lexuar skaletën. A nuk ndodh çdo ditë? Ne në çdo xhirim, gazetarja jon, autore e emisionit, e bën skaletën, e thuar, E bën se ka qef e çon te grupi, të shkruaj në kompjuter. e ka pasion të shkruaj. Ka pasion. Po për fatin e saj të keq, ne nuk e kemi pasion të lexojmë ato që shkruan ajo. Po. Jam shumë dakord, nuk kam çfarë të shtesin që tjetër. Pa, a shkëlqejmë neve? Jeni dakord edhe ju? A shkëlqejmë neve gjithmonë? Ne improvizojmë, mos shpirt nuk ka O nevojë zemra, nuk ka fare. si ne neve jemi. Thjesht nga çaj, ka pasion dhe i pëlqen shumë të shkruaj ne e lëm, themi po, themi, vazhdo okay. shprehu. Nuk ka si gjë të keqe të shkruash. Gëzuar edhe. A mendon se ka gënjur ndonjëra nga ne në këtë intervistë? Ndoshta unë ta pjesa filtrimit, se Filtrimit? po kujtohe mirë tani dhe duhet të ke filtruar diku, se s'ka mundësi, po nuk më ka ngel, e kupton? Edhe unë mendoj që më ke gënjur. Unë s'kam gënjur shkëta, unë jam njëri sinqer. Gëzuar edhe kush të preferuar ajo te klasë, tema se Zemra, oksat, Jo, Oksi Leila Oksat- është imi, lutem. oksat i kemi janë ndarë my sot. personal favorite, edhe premium cola. Edhe për më kolla? Unë des për Oksin Leila. Pini dhe ju lajthisa si ne. Dhe na çoni foto. Dhe fillim këtu se do shkojmë pa. Si mirë goca tona se kemi qenë të fare. Love you. Edhe çunat. Ju duam. Ju duam jeni shumë të mirë. Faleminderit. Bye. Bye. Ándale.